Live from Tirana në Top Albania Radio. Juri, përshëndes nga pjesa e dytë të Live from Tirana, po dëgjoni drejt për së drejt programin tuaj shoqërues të paraditeve si çdo ditë tjetër nga hëna të premte për orës 10 deri në orën 12:00. Unë jam Ronaldo Sharka dhe na është bashkuar tashmë në studio Gentian Doj, personal trainer, mirë se vjen në program. Mirë se u gjeta. Personal trainer që vërtet mund t'ju informoj, no? Se nëse në rrjetet sociale keni mbi dozë informacione dhe nuk dini të këtë besoni, ne këtu në program mundohemi kemi një filtr që informacionet që japin t'ju bojnë vërtet mirë. Si je? Mirë, ja, duke u marrë me klientët, punë, palestër, përditshëm si gjithmonë. Duke munduar të japim dhe informacione reale siç të sakta, se ka nga këto që mbi dozë informacionesh. Po flasim me chati, nga chati pastaj e marrin e kalojnë në TikTok. Dgjoj, ka mbi dozë informacionesh sepse edhe ecën si temë ka interes, madje një artikull që po lexoja disa ditë më parë thoshte që kjo gjenerat, pra Gen Z, po bën më shumë palestër. Nuk është gjenerata dikurshme që kishte më shumë prioritet klubin, pra janë tërhequr nga klubet, po shkojnë drejt palestës. Kjo është një gjë e mirë. Por duhet ditur se si, duhet të dish me këtë punosh pastaj për të mos përfunduar me probleme muskujsh, kockash ose mos bësh trupin e gabuar. Nëse do të më rankoje, cilat janë gjëra të më të gabuara që bën gabim kryesisht, qoftë për të dobësuar, qoftë për palestër, se po flisja dhe me një mikun tim, i thash, po më fal, po pse nuk punon pak me veten, tulesh pak kilograma, tha, e provova, tha, një muaj rria pa bukë gjithë ditën, edhe nuk u dobësova. Po kjo është një formë e gabuar, se trupi ka nevojë për energji, stresi që ti akumulon vetes është më i keq akoma, po mirë anko ti pra gjërat më të gabuara që shpesh janë mite më shumë se sa të vërteta që bën edhe për dobësim, por edhe në palestër. Atëherë, gjërat më të gabuara që bëjnë, domethënë është një nga ato është rasti i shokut tënd, që rrin shumë orë pa ngrënë edhe nuk ose han shumë pak. Dhe ato që torturojnë veten e çojnë trupin në stres, dhe ato që han nuk merr vlerat ushqyese të duhura, pra karbohidratet, proteinat dhe fibrat që janë shumë të rëndësishme. Disa më shumë përqendrohen tek pjesa proteinave, pasi ja kanë dëgjuar që proteina do na rritet masa muskulare, andej këtej, dhe nuk përqendrohen tek pjesa tjetër dhe i lëm mangët, po nuk e dinë që do të sjellë probleme të mëtejshme si ndërtetje, si etj. Pastaj disa nga problemet tjera është edhe konsistenca. Që do të thotë që nuk kanë nerva të vazhdojnë. E duan rezultatin, i duan direkt. Brenda muajit ose për 3 muaj e shohin rezultatin dhe e kanë të pikturuar një imazh komplet tjetër të këtyre modelëve ose të njerëzve nëpër Instagramra ose këta që bëjnë. Dhe nëse s'bën për 3 muaj, kryesisht heqin dorë? Janë disa që e heqin dorë. Heqin dorë shumë shpejt, sidomos gjenerata e re. Por këto kohë në palestër ka shumë interes edhe nga gjenerata e vjetër, le ta quaj nga brezi 3. Dhe edhe ata duan të vinë shumë, kujdesen për shëndetin e tyre, sepse janë edhe në merak se thonë ta zgjasim çik jetën, jemi që jemi. Megjithëse gjenerata më e rritur, pra ky brezi i tretë që vjen në palestër, besoj dhe ju ja shpjegoni që reagimet e trupit nuk mund të jenë njësoj si një djalë apo vajzë të re. Trupi reagon më ngadalë, qoftë të dobësuar apo qoftë të krijuar muskuj. Absolutisht, organizmi ngadalësohet, janë shumë ata që duan që po si nuk dobësohem, unë u bëra 2 vite, ndërkohë ajo ose ai mund të jetë tek 60 dhe është viti i parë ose i dytë që bën palestër. Nuk ka bër gjatë gjithë jetës tij palestër 0, nuk ka bër fare, dhe papritmas ka vendosur që të nisë palestrën, dhe normalisht që nuk do ketë aq shumë rezultat, pasi trupi i tij nuk është më 20 vjeç, domethënë organizmi vazhdon ngadalësohet dhe nuk i merr dot rezultatet si më përpara. Normalisht edhe kur ka abuzuar gjithë jetës me ushqimin dhe me çdo gjë, normalisht nuk do marrë edhe. Çfarë pyetjesh i bëni ju instruktorët klientëve kur vinë dhe duan të nisin palestrën për herë të parë? Çfarë studioni, ku e orientoni? Si fillim prezantohemi me ata dhe e pyesim për gjithë historikun e tyre, pra kanë dëmtime, kanë thyrje ose operime ose ndonjë problem shëndetësor të çfarëdoshëm, interesohemi, marrim dhënat
dhe pastaj e vendosim në programet përkatëse gjithmonë. Dhe normalisht në mbikëqyrjen tonë gjithmonë. Qartë, interesante shumë. Mund ta sqarojmë sot në fakt, edhe për ato që na dëgjojnë, edhe për ato që na shikojnë, jo po çajra, jo po ujë me limon, jo po faraçia. Pra njerëzit tërhiqen aq shumë nga këto gjërat në TikTok që kryesisht janë clickbait, clickbait për të marrë 20 kg për 3 ditë me faraçia. Me faraçia ose ujë me limon që nuk e din që, domethënë, madje ka aq ignorancë për hapur sa që këtë ujë me limon e marrin dhe e pin esëll që aciditeti në stomak, domethënë mund të shkaktojë. Eksakt. Çfarë të dobëson realisht? Nëse dikush do të dobësohet, duhet deficiti kalorik. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Thjesht llogaritja kalorive. Nëse ti kalon në deficit kalorik në proporcion me trupin, atëherë deficit kalorik do të thotë që të djegësh më shumë se sa të marrësh. Apo jo. Pra, ti duhet të djegësh më shumë kalori se sa të konsumosh. Pra, të jesh të bësh një llogaritje, pra sa djeg trupin qetësi dhe të bësh minus 300 kalori, 250 kalori. Dhe kombinuar me stërvitje. Absolutisht që po, absolutisht që duhet edhe stërvitja për formimin e muskujve, për çdo lloj rezultati që kërkon klienti. Nëse dobësohemi vetëm duke bërë këto dietat ekstreme, fjala bie duke torturuar veten e gjitha me radhë, një njerëz që është shumë i shëndosh, sa shëmtuar mund të duket lëkura pa bërë stërvitje? Shëmtuar normalisht do të fillojë që të jetë lëkura e varur, siç e quajmë, nuk do të duket lëkura e mbledhur se trupi i i mbledhur, thjesht do ketë një varje dhe mbi të gjitha do ketë një lodhje fizike po dhe mendore, sepse normalisht është një lodhje shumë e fortë dhe të kërkon një disiplinë shumë të fortë që të mos dalësh nga dieta, dhe nëse ti rri në mënyrë sedentare thjesht nuk han dhe qëndron, do bie imuniteti i trupit dhe nuk do jesh i shëmtuar vetëm nga jashtë, por do jesh i shëmtuar edhe nga brenda. Pra një lodhje fizike, pra rënje imuniteti. Okej, qartë. Shkojmë në pak hapësirë marketingu dhe rikthehemi shpejt në program. Instruktor palestre. Domethënë nga këto njerëz që ne kur jemi në palestër dhe kemi vështirësi ose kemi prerë parë shohim si zot aty se janë shpëtimi jon, ose acerojmë ndonjëherë kur thonë jetu e bë gabim plak edhe egoja s'të lë ndonjëherë aty thonë po jo se. Jo më se e di un, po çket edhe se tu bune ushtrim kështu mrapsh. Dgjoj, e bëj gjithmonë si pyetje në program, me këto kam të ftuar e sa herë që flasim për shëndetjen, sepse më dhimbë se njerëzit dhe dua t'i informoj. Po patjetër. Ozempiku. Domethënë, madje një shoqja ime po më lutej para disa ditësh, unë i lutem që mos ta bëj, ajo më lutet se ku të gjej Ozempik të mirë, të lirë dhe nuk është për të gjithë. Po, më mendoj që s'është zgjidhja fare. Nuk është zgjidhja fare, po ka njerëz që e kanë provuar dhe u ka dalë me sukses. Po çfarë pasojë është lë? Se unë kam parë dhe njerëz që kanë bërë Ozempik dhe kanë lëkurën e barkut skandaloze. Di raste që është një afërm i im ka qenë duke marr Ozempik dhe është lënë në tavolinë sikur është në gjumë. Aty kishte rënë fikët. Të mëshme. Do thonë prerja e oreksit në një farë mënyre që nuk është e përballueshme për gjithë. Dhe që pasojat ndryshme marrë mendsh, të rënë fikët. Se shanset për të shkuar aty ku ke qenë? Nëse së mban atë dietën janë. Pastaj do ta lësh edhe do hysh më keq edhe do shkosh prapë ose më keq aty ku ke qenë. Kështu që unë nuk ja u sugjeroj asnjëun në mënyrë absolute këto gjëra. Ose me suplementet. Po, më flet pak për suplementet. Shoh shumë të rinë në palestër edhe këto të moshës së vegjël që e pinë me kënaqësi atë proteinën e bler. Suplementi është mirë që të jetë shoqërues, por jo zëvendësues, jo prioritet, ose shoqërues më saktë. Pra nëse ti nuk i përmbush vlerat ushqyese, suplementi hyn punë aty në atë moment. Po, ajo proteina e bler nga çfarë bëhet? Se prodhohet në fabrikë fonda fare dhe nga hira, nga gjëra të ndryshme. Më shumë nuk i kam hyrë, po që po sikur të ketë më shumë si çdo lloj produkti tjetër që shitet dhe ne nuk e dimë çfarë duke futur. Kështu më kanë thënë është mirë. Ka edhe kështu, dhe botën e proteinave. S'ka si këtu nuk gjet. Po njohin dhe këtu si. Kryesisht përdor. Ti e përdor? Po, në momente kur më duhet normalisht, kur trupin e shoh që nuk më përgjigjet
edhe do kem nevojë, patjetër që e përdor. Sepse ka momente që trupi nuk më merr ose rri si në vend numëros, si themi ne. Dhe në atë moment mund ta përdorësh suplemente ndryshme, whey protein ose edhe kreatina, shumë gjëra. Po këto suplemente tjera pastaj që quhen steroide, kështu gjërash, këto janë të dëmshme komplet. Suplementat janë anabolik, kështu që këtë vetëm nëse e ke pasion dhe ëndër konkurimin dhe do që ti Po ja vlen? Për pasojë që mund të shkaktoj. Disa thon po. Se shoh trupin ideal, shoh trupin e bukur, u pëlqen ajo masia. Pasojë mund të shkaktoj. O të ndryshme. Varet edhe nga sasia që merr, nga sasitë e ndryshme, se nëse mund të përdorësh me sasi të kontrollueshme ose të kontrolluar me një mjek që i kontrollon non-stop, nuk është se mund të sjellë ndonjë gjë të keqe, por më minimale është që mund të sjellë çrregullim hormonal. Shumë, si tek çunat, si tek gocat. Pastaj ata që e teprojnë me përdorimin e tyre, mund shkaktoj dhe probleme të organeve të brendshme. Zemra, mushkëria, zmadhimi, mëlçia kryesisht. Katastrofale. Ndërkohë, është shumë interesante se si çunat fokusohen kryesisht vetëm tek gjoksi dhe gocat fokusohen kryesisht vetëm tek vithet. Vithet, po. Domethënë, si duhet të jetë një trup i disbalancuar, i kuruar pra në palestër, i bërë bukur. Si duhet të jetë? Po. Okay. Domethënë pra ti te klientët meshkuj apo te klientët femër, pra një femër i thua vetëm bëj vithet, një mashkull i thua mos i bëj kurrë vithet, se trupi duhet të jetë në proporcion pra për të qenë i bukur. Patjetër, çdo gjë duhet stërvitur. Jam gjithmonë me këtë, nuk i kam lënë asnjëherë klientëve të mi që mos t'i jap prioritet kësaj gjëje dhe më pak kësaj gjëje. Do të thonë preket çdo gjë. Muskuj e barkut, këmbët, tek çunat në mënyrë absolute, sepse çunat kërkojnë gjithmonë shpatullat, supet, shpinën, gjoksën, krahët, këto duan. Kupton? Po që nuk e di që ka shumë nga ato që kanë këmbët si struc. Po, si stigaden. Kështu që këmbët duhen stërvitur. Nuk e di. Ajo është, këmbët janë më të rëndësishme, janë baza e themeli, është burimi i testosteronit ton mbi të gjitha këmbët. Po, aty buron testosteroni jon. Dhe na arrit testosteronin, pjesa, domethënë kur ushtrojmë këmbët. Po ti shohësh edhe ti vetë nëse bë këmbë ndihesh më me nerva, ndihesh si agituar, ajo dhimbja që të sjellë far kënaqësi, far nervi që të shtyn të bësh ta rrafësh edhe na njonin aty. Larg qoftë. Jo. E kishte me shaka. Me shaka normalisht. Dhe gocat po ti japësh 5 kg nëpër krah, thonë bobot lutem se do marrim shumë, do na bën krah si burr. Dhe pra kanë të frikën që mund të bëhet krahas si burr. Po dua vetëm vithe, dua vetëm këmbë, mundësisht duan vithe pa këmbë. Pa këmbë edhe gocat. Po i duan vithe pa këmbë. I duan thjesht vithet. Do të thonë këmbët janë armiku i të dyve, domethënë i urrin të dyja gjinit. Një pjesë të vogël të gocave, por që pjesa më e madhe duan këmbët, i dua të holla elegante, thon kështu, dhe vithe të dala. Po që është e pamundur. Gjithmonë duhet në harmoni programi, që të preket çdo pjesë e trupit dhe mos të lihet në asnjë mënyrë, njëra më pak dhe tjetra më shumë. Sa herë në javë është okay për të bërë palestër, pra, domethënë jo nëse ke një ambicie për të ndryshuar shpejt, po për të pasur një palestër apo thjesht aktivitet fizik. Të gjitha. Pra, të bësh ushtrime, pra, palestër, kardio. Vish në palestër, pra, marr shans vish në palestër. Shiko, dhe nëse vjen 3 herë në javë mund të bësh mjaftueshëm dhe fort. Okay. Varet gjithmonë nga programi. Por duke qenë një fillestar, do nisësh me 3 herë në javë dhe dal nga dal duhet ta shtosh atë volumen e programit të ditëve, po patjetër. Por që një profesionist ose që ka nisur ka vite që ushtrohet mund ta përmbushë atë nevojat e tij të stërvites dhe për 3 herë në javë nuk është problem fare. Andikon domethënë nuk ka diçka të caktuar. Andikon fitnessi në jetën intime dhe si? Po patjetër që ndikon goxha, ndikon shumë. Si, pse, qysh? Tash do të flas nga përvoja personale, se për tjerë nuk kam pyet. Në generalitet, pra, se edhe kjo është studim, pra, është pjesë e shëndetit në fund të ditës, pra, një trup i shëndetshëm ka dhe një siç e tham, aktivitet, çliron shumë hormone dhe normalisht sjell benefite edhe në jetën intime pastaj. Dhe nuk të lënë balt pastaj kur je në ato intimitetin tënd. Nuk të prishet kam, jo. Jo. Nuk të lën rrugë, kështu që
mund ta sqarojmë, pra dhe mund të themi që hormoni mashkullor është testosteroni dhe aktiviteti fizik të arrit testosteronin dhe njëkohësisht e rrit dhe estrogenin te gocat të aktiviteti fizik. Sjell balancimin. Sjell balancimin sepse ne jemi në çunat kanë një sistem hormonal tjetër dhe gocat tjetër. Patjetër, ne kemi të dyja brenda vetes, ideja është nëse je mashkull do të kesh më shumë testosteron, po. Dhe jo gocë pastaj që dalin mustaqet. Ajo është problem. Ajo është problem që mund të sjellë steroidet pastaj. Po, çrregullime hormonale që kërkojnë kurim pastaj, jo vetëm goca me barseta. Jo vetëm palestër, mos e bëj keq. Okej, shkojmë në një tjetër shkëputje publicitare dhe rikthehemi shpejt në program. Drejt për drejt, 11:33 është ora eksakte në këtë moment. Vazhdojmë të jemi në studio me Gentin Doj, personal trainer në Live from Tirana, duke dhënë këshilla se si të kemi një trup më të shëndetshëm mbi të gjitha, se sa më të bukur. Pra, do të jetë prioritet shëndeti dhe trupi jon të jetë në rregull dhe më pas të dukemi bukur, duke qenë të shëndetshëm detyrimisht dhe mbi të gjitha ta bëjmë mënyrë jetese. Yes, lifestyle. Dgjoj. Fit, palestër, pilates, crossfit. Kë sugjeron ti? Kë sugjeroj apo kë kam qef? Kë sugjeron, se kë ke qef është çështje personale besoj. Unë sugjeroj ti provojnë gjitha. Që gjitha, sa më shumë aktivitet fizik. Ku ta gjejmë veten, ku ta ndjej që trupi vet do e ndjej se ku ndihet më mirë, kupton? Nuk është eksakte çdo gjë është fikse, 1 dhe 1 bën 2. Pra mjafton të ndihen mirë në gjën që bëjnë, edhe mjafton thua ti rëndësi ka aktiviteti fizik. Rëndësi ka aktiviteti fizik. Normalisht nëse dikush kërkon që të humb peshë sa më shumë, sa më shpejt, nuk mund të them që bëj pilates, kupton? Por që dikush që ka nevojë të forcoj muskujt, që ndjen që i ka një dhe artikulacionet e dobta, normalisht mund ta çojë atë që të forcoj dhe fibrat e brendshme muskulore, që disa gjëra që fitnessi ose salla ose peshat nuk t'i sjell, ndryshe nga pilatesi. Të largon aktiviteti fizik pra palestra nga disa vese, që mund të jenë lëndë narkotike ose ku ta diun? Të ndihmon nga shumë vese, sporti, fitnessi, nga shumë vese të këqija, pasi nuk bëhen bashkë, nuk vinë dot të dyja bashkë. Ka njerëz që edhe mund të i shoqërojnë, por që larg qoftë, mos i shoqëroni. Jo, larg. Bëni palestër. Kështu që të ndihmon për të hequr dorën nga disa vese. Nga çdo ves i mundshëm pasi do lodhesh dhe trupi ka nevojë dhe për rikuperim. Pra njerëzit mendojnë që është vetëm ai 2 orë në palestër, po janë edhe ato shumë orë të tjera jashtë, duke ndetër gati trupit, duke u rikuperuar, duke u ushqyer, duke marrë vlerat e ushqyese që i kemi përmendur shumë herë. Kjo është gjë më e madhe. Prandaj them duhet ta bësh në mënyrë jetese, se nuk janë vetëm ato 2 orët. Ka një keq kuptim, besoj që është keq kuptim njerëzit kur e kanë për herë të parë këtë gjë, edhe futen kështu në fuqishëm palestër, edhe në këto dieta strikte që lexojnë në internet. Ata që shohin me datë 31 shumë TikTok dhe New Year New Me. Bravo, pikërisht ato që shohin shumë TikTok. Edhe çfarë bëjnë? Bëjnë që të marrin ca dieta ekstreme, edhe vetëm mish, vetëm vezë, vetëm pilaf. E kupton, por ky robi që bën palestër mund ta haj ku diun një copë picë një herë në javë fjalë bie. Ore mund ta haj ky çik fasule nga mami, e kupton, 2 fije speze të skuqura fjalë bie. Mund të jemi vetëm drejt në këtë recetën, dietën strikte, apo ndonjëherë robi për shef edhe merr diçka. Ekstremitetet, unë nuk i kam qef, absolutisht, dhe nuk janë të mira dhe kanë treguar që gjithë që ekstremitetet nuk janë të mira. Kështu që unë personalisht klientëve të mi ju sugjeroj që mos bën shumë të fiksuar mbas kalorive, të fiksuar vetëm mbas ushqimeve. Ka njerëz në peshore, ti je nga ato instruktorë në peshore në shtëpi apo? Jo. Unë për veten time nuk i peshoj ushqimet. Nuk them që është gabim, nuk them. Ama në burr tash me këtë ritëm jetese kemi kohë të shohim edhe nuk kemi kohë, nuk kemi ne nga ata që bëjnë video në YouTube që tregojnë që ne i peshojmë, i bëjmë. Ama unë klientëve të mi u them gjithmonë që një herë në javë shijoje, merr një picë ose një copë ëmbëlsirë. Mbase jo gjithë ditën, por të paktën një vakt që duhet shijuar edhe ajo. Është më keq që ta torturosh trurin thua dhe veten se sa të provosh diçka. Jo, unë them më mirë duhet shiju diçka, të paktën që të qetësohesh, sepse edhe trupi ka nevojë për ato. Për ato kënaqësinë. Edhe trupi ka nevojë për kënaqësinë, po trupi ka nevojë edhe për ato yndyrnat në thonjza të papastra që ne marrim nga fast food dhe kështu. Të paktën një herë në javë. Se nuk mund të jesh vetëm pastër. E pra, se njerëzit torturohen, e kupton. Ujë të pi shumë dhe mbarku, kupton? Mbi të gjitha, edhe nuk i bën dash. Patjetër, duhet një balancë.
Nëse futesh në shtëpinë e Big Brother dhe t'japin mision për të rregulluar trupin e disa prej personazheve aty, këtë të kishe prioritet. Atë Rogertin do ta vdisja. Pse? Në ushtrime, Në ushtrime, gjithmonë në ushtrime. Po që do ta sfidoja. Për sa mund të sistemoj trupi Rogertit? O zoti i madh. Rogerti duhet të ndryshoj pak në ca gjëra të tjera para se të trupin. Përpos lojës. Do shumë kohë gjatë normalisht, sepse dha i vet mos u gabofsha dëgjova që kam një 7 vjet që nuk ushtroj fare. Dhe besoj do duhet një kohë shumë e gjatë që ta fusësh në shinja, në thonjza si i themi. Por që do doj kohë dhe ai thjesht do duhet ta bëj mënyrë jetese dhe nuk e di thjesht nga trupet e vajzave. Ne flasim për këtë gjë dhe mendoj se çfarë mund t'i bëja trupat e vajzave. Cila të pëlqen dhe cila jo. Selina ka një trup elegant. Por e ka elegant, e ka shumë të bukur. Në cilën pjesë do zgjidhje të punoje me Selin? Pra, më shumë vite, më shumë kofsh, më shumë vajzat me atë profesion nuk do duan që të marrin më shumë mas, pra duhet të jenë thjesht më shumë aktive, sepse ata duhet të jenë fleksibël, nuk duhet që ne t'i ngurtësojmë shumë muskuj. Brikena? Brikena jo keq. Jo keq, domethënë. Do i hiqe, do i shtoje diçka? Jo, bile s'është mirë. Nuk i heq as i shtoj as i gjë, thjesht trugulloj ato për qafimet dhe është në rregull. Mateo. Shu e ka të bukur, pra kur e sheh në formë estetike. Mateo ka goxha trup, më thënë drejtën. Jo në preferencën time për shumë personale, po që po ta shoh normalisht do më pëlqente kështu. Po që kraun e ka si shishe 7 litroshe ujë edhe nuk do doja që t'isha, unë do doja që do thot shumë e madhe. Shumë e madhe për preferencën time. Nuk të pëlqen ai shumë, pra. Jo, po që trupi mbi të gjitha goxha i stërvitur. Nuk e di si po ja del se unë për vete do kisha dal mënsh. Që gjithë ajo kohë pas stërvitje dhe unë kam një javë aktualisht për arsye shëndetësore që nuk stërviten dhe më ikën truri. Po se e çuditshme pak se ai nuk bën as stërvitje në kushte shtëpie, pra me një bidon ujë ose ku. Po jo më se stërvitje bën ai se rënd nga mbrapa brikenës gjithkohës. Mund të jetë ajo një lloj aktiviteti fiziku. Trupat e tjerë, kush e ka bërë më shumë përshtypje? Po nuk është se ka një trup tjetër. Mali, po dhe Mali ka goxha trup. Po, stërvitet është. Po si këngëtar që është ka goxha trup, domethënë. Jim Lover Mali. Po, goxha trup nga gocat, pastaj tjera nuk e di më. Juela. Edhe Juela ka goxha trup. Vërtet, ë? Po, edhe Juela ka trup. Tani duke ndetur sikur ka rënë një çik, po prap ka goxha trup me sa ka. Po, edhe aty mungesa aktivitetit, ushqimit, nuk të vjen mend që ushqime, pra ti nuk ke jashtë që të shkosh vetë në supermarket edhe ke lirin, ndonjëherë fitojmë pak buxhet. Do hajm byrek me mëngjes. Do hajm byrek me mëngjes edhe ato brioshët full kalori. Mirë, ndonjë këshill të fundit për të gjithë njerëzit që bëjnë palestër, për të gjithë njerëzit që duan të nisin palestrën, çfarë ke të rëndësishme për të thënë? Atëherë, këshill të fundit është që mos të hallakatën shumë me pjesën e informacioneve, pra të gjojnë sa ndej këtej, të lexojnë sa më shumë paraprakisht, të jenë sa më shumë të interesuar dhe të mundohen të marrin atë informacion që bën sens, sepse informacioni është i shumt këto ditë për pjesën e fitnessit dhe gjithkush jep mendim. Pra dhe unë tani që po flas do kem një 700 veta që thon po u bë këtu fol kështu. Por pjesa më e rëndësishme është që të marrim atë informacion që bën dhe sens, pra dhe lidhje logjike me trupin, me çdo gjë. Dhe të marrin një program dhe të interesohen që të gjejnë instruktor të licencuar ose të paktën të kenë mbaruar shkollën, jo të licencuar, po të kenë mbaruar shkollën për këtë punë dhe të kenë studiuar dhe të kenë lexuar libra posaçërisht për këtë punë dhe që ta bëjnë në mënyrë jetese dhe mos të heqin dorë kurrë dhe të hanë inat me veten dhe me askën tjetër. Thjesht jenë versioni i tyre më i mirë. Kur ndodhen disa raste dhe personazhe publik për ataket në zemër dhe shumë persona në një farë periudhë kohe humbën jetën, kam parë një emision shumë interesant tek Top Story me Greta Duma dhe një mjek aty, kardiolog që këto zemrës, tha që po sugjeronte dhe e kishte shumë seriozisht që po thoshte të bëni sa më shumë aktivitet fizik, qoftë në terren, qoftë në palestër, sepse aktiviteti fizik ndihmon ka për zemrën. Ëh, e vërtet? Po pjesa e vrapit
pjesa të stërvit, stërvit, po çrregullimi i gjakut, të bën të kesh një zemër më të pjesën e fortë. kardiovaskularitetit shumë, patjetër që po. Kështu që bëni palestër jo vetëm për të dukur bukur në palas gjatë verës për të bërë kresh me krahashin tuaj, por për të qenë më të shëndetshëm. Menderisht dhe fizikisht. Faleminderit shumë që ishin në program. Të uroj një të enjte të bukur në vazhdim, edhe sa më shumë palestër. Rikthehemi pas pak.